Hyggerta Sako është banorja e parë e Big Brother VP Kosova 4. Hyggerta foli nga holli i shtëpisë më famshme në Kosovë, ku tha fobia e saj më e madhe janë zvaranikët. Hyggerta Sako është një nga emrat më të njohur të ekranit shqiptar, e cila prej vitesh ka ndërtuar një karrierë të qëndrueshme si gazetare dhe moderatore sportive. Ajo u bë e njohur në publik që në moshë të re, kur në vitin 1995 u shpall Miss Albania, një titull që i hapi dyert në botën e modës dhe të televizionit. Pas suksesit në Shqipëri, Hyggerta përfaqësoi vendin në konkursin Miss Europe 1996, ku arriti të renditej mes gjysmëfinalisteve, duke e bërë emrin e saj të njihet dhe jashtë kufive. Prej shumë vitesh, Sako është pjesë e radio televizionit shqiptar, RTS, ku njihet për profesionalizmin dhe pasionin e saj të madh për sportin, sidomos futbollin. Ajo ka treguar shpesh se ndjek nga afër ndeshjet dhe se ka një lidhje të veçantë me kombëtaren shqiptare. Në intervista të ndryshme, Hyggerta ka folur hapur për jetën personale, duke treguar se është nënë e një vajze dhe se ruan respekt të veçantë për ish bashkëshortin, të cilin e ka quajtur dashuria e saj e parë dhe më e madhe. Ajo është komentuar here pas here edhe për qëndrimet e interpretuara në rrjete sociale, të cilave u është përgjigjur me qetësi dhe transparencë. Sot, më shumë se 2 dekada pas kurorëzimit si më e bukur e Shqipërisë, Hyggerta Sako vazhdon të jetë një figurë e dashur për publikun, duke fituar admirim jo vetëm për pamjen e saj, por edhe për profesionalizmin, pjekurinë dhe qëndrueshmërinë në karrierë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.